Lumë për këta besimtare që vendosin të praktikojnë urdhën e Allahut Azza wa Jall, që Allahu ka urdhëruar që vajza besimtare të mbulon trupin e saj. Një besimtare që për Allah dhe për hir të Zotit i mbulon bukuritë e saj dhe mundohet që të praktikon këtë urdhën të Allahut Azza wa Jall, për të ruajtur namazin e saj, për të ruajtur nderin e saj, dinjitetin e saj. Vetëm pse Allahu kështu e ka këshillu dhe Allahu kështu e ka udhëzuar, kjo besimtare ka shpërblimin me xhenet. Andaj, lumë për këto besimtare, na i përgëzojmë me përgëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i inkurajojmë gjitha besimtarët që janë me hamendje, të mbulohen atë mos mbulohen. Janë shtash, i kemi tregun e xhenetit të hapur para Ramazanit, mbulohuni. Bëjni një jetë për hir të Allahut Azza wa Jall. Ndryshoni jetën tuaj, ndryshoni raportin tuaj me Allahun Azza wa Jall. Dhe këtë punë bëjni vetëm për të madhin Zot. Mos shikojni çfarë do të flasin njerëzit. Mos u hamendni as pak në këtë iniciativë të mirë, se është e hajrit, e cila sjell kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe mos u merrni as pak me thashët themet. Porse pastrojeni jetën, lidhuni për hir të Zotit, bëjni këtë punë dhe merrni iniciativën, mbulohuni duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu gjitha mëkatet e të meta tua mbuloft dhe Allahu të mbulon juve me mëshirën dhe rahmetin e tij të gjerë dhe të madh dhe ju strehoft në xhenetet që Allahu ka përgatitur për besimtarët e devotshëm.